Nuk e di, po shumë ftoftë Jul. O, të s'kam shumë ftohtë që në bëjmë. Na kanë zetu se s'kemi marrë klikime aq sa duhet. O, na duhet gjim klikime shpejt. Hajde dalim ose për ndryshe. Do vdesim, mam. Sona, përshëndetje, ka fshi makina, ose çfarë do qoftë. Ku ka mënyrë më të mirë për të manipuluar shqiptarët sa ti bësh besojnë që do fitojnë një makinë? Një makinë që është tase jona, se kolegës tonë që nuk e di fare që e kemi marrë gjithsesi. Ndërkohë kodi të çon tek playlista e skandale se ne kemi shumë nevojë për klikime. Jemi pak blozë me klikime, kështu që do shohim kush e skanon dhe sa na shtohen. Sfida po shkonte shumë keq, kështu që na u desh bënim atë që dim të bëjmë më mirë. Flasim me njerëz të rëndom. Do thoja twerk, po okay. Po, do fitosh një makinë. Pa hajde skanoje pra hajde, mos ecëm kam, kjetit valigjen. Xhaxhesie, do të fitosh makinë? Makinë, fringo të re, super të mirë, falas, mos ecëm kam. Do ta fitosh? Ha? Ai është shofer, se unë jam. Si di shofer, po të bëjmë xhiro. Do të fitosh një makinë, fringo të re? Duhet skanosh kodin e merr pjesë automatikisht në shorta. Gotë si jeni, do të fitoni makinë? Okej. Ju faleminderit sa për lajt. Faleminderit. Faleminderit që nuk më shave mamën. Gosa do fitoni makinë? Do fitoni makinë? Duhet skanosh kodin. S'pëlqe? S'pëlqe? Po të vezë në këmbë, goca. Jemi ca të shtakër, ju. Will never be enough. Si nuk i plasi as kujt fiton të makinë falas, ose ishim ne problemi, ose... Fal, qa makinë është kjo që kemi vjetë, se nuk bën nga më nuk. Ose është makina problemit. Po e mbaj vetë. Ba e shatë fitojnë ty e Jol. Oh. Giveaway tjetër. Me që te makina nuk na e varen, kam për t'ju përtitur në vesh tashi. Oke, na për t'i marrë të klikime o hiç. More vesh Jol? Absolutisht. Ndihmoni një emision nevoj! Ndihmoni një emision në nevoj! Qonë Shqipëria, ku jeni? Ndihmoni një gjë. Janë alfabet. Ndihmoni dikë që i merret goja. Ndihmoni dikë që i merret goja. Ma mësoni alfabetin. Do ju eci super ters. Nëse nuk ja çoni këtë kod 15 personave më të afër që keni. Çojani kodin 15 personave më të afër. Xhaxhi, aty ka autobusi të shoh shumë mirë. I get you, I understand you. We are with you. We are with you, we connect with you. Skano kodin, nga aty ku je. Dhe ne O, e pranoj, rapsh. shpëtuam, bravo, një shqiptar zemërgjer. Shumë faleminderit. Nuk kam më shqiptar zemërgjer sot. Presorësie. Si bravo. Presorësie. Më falë shumë. Nuk na pena. Presori jo. Shef dy studentët e ti, duke lënë nanë në mes të liçenit. Duke mos kryer gazetari serioze. Përse na skano pak. Profesori më zemërgjer. Që misioni jonë na ndale përsa. Po na mbyllet s'kemi klikime. Mirë, Lot mërzit? 5.000 views ova, se s'ka klikime. Për standartin e Dalinës do duket s'ka. Prej se vlargoj profesori jonë, se kemi turp. Sa po na thonë që jemi shumë të smur. Të smur për klikime. Të smur për të shpërtuar emisionin ton. If that means që unë jam i smur, atëherë jam i smur. Ku i kam skanuesit e kodeve sot? O grupi, sa ka... Skanoni kodin! Skanoni kodin, shpejt ju thash! Skano kodin! Dhe skanosh kodin? Lutem! Skanoni kodin! Që të mos mbyllemi si emision, se jemi emision më fani më i mirë Shqipërisht që i kemi të balerin, kush emision tjetër ka balerin në Shqipëri.
Nëse doni të mbisni 3 kg shpejta, duhet skanoni vetëm këtë kodin. Shteti shqiptar nuk është gati për humorin ton. Prandaj duan mbyllin këtë super emision. Dhe duan të mbajnë gocën. Dhe duan mbajnë gocën. Scan the code, please. Please. Scan the code. Scan Your it. podcast. Thank you so much. Scan it. In Albania. Where are you from? Love England. Love England. Love England. Mbyllni gocën. Kecat beba ja rritur tani. Ne sot do shesim këtë emision me çdo kush dhe çfarë shet më shumë se sa të shash çunat, kemi mësuar nga kolegët tonat pa manuale. Çfarë shet tjetër? Fotokampës. Shpresoj që marrim views, mendoj që do marrim shumë views me këta Jul. Skanoni kodin për fotot e mia të këmbëve falas. Urgjente kërkohet fotokëmbësh falas. Nëse ko shqiplerave ju kujton ishin tuaj që është shqipler, kemi zgjidhjen ideale për ju. It looks tired. Na thënë që studentët e Politeknikut kanë një jetë shumë të vështirë, prandaj ne kemi fiks zgjidhjen që ju duhet. Me këtë do merrni çdo lloj provimi e pastaj do keni kohë të lirë. Në përveç se ka nevojë për fallxhore me kalu provimet, ka nevojë edhe i çik për me kalu kohën. Fotokëmbësh falas për gocat e çunat e Politeknikut. Kjo është për ju të Politeknikut. E dim që lodhemi shumë, kështu që kaloni pak kohën, hiqni pak menje me ca fotokëmbësh falas. Edhe pse unë nuk jam shumë i gjatë, jam çuni i shkurtër, por më detyroi Juli që ta vendos këtë, sepse fundja do më heqi nga emisioni. Vje më shpejt. Po, patjetër. Më mirë. Patjetër, o pret. Si urdhon mëndëria juaj? Për lidhje thot kontaktoni, këtë se kemi vendos ne, okay? Por që nëse doni, kontaktoni. Ndua që Tirana ishte maksimumi ynë, e po do i katëm një qikë të fansat internacional. Kërë që unë edha në Rom, janë e Koloseu i madhë. Ku ta ngjisëm këtë do thoni ju tash. Foto këmbësh, falas, foto di pjeri gratis. Hajde me mu. Tani bëjmë si kur e ngjitëm. Bëmë fallxhore më të mirë në Tiranë, tani është fallxhoreja më e mirë në Rom. Pse Roma s'ka nevojë për fallxhore? Dhe ngjisim këtu tash. Ta skanojnë. Kapim sa më shumë fansa internacional italian nga kudo që vinë. Kape nga afër të lutem kameraman. La migliore cartomante a Roma. Tani unë besoj që është fallxhoreja, po tani nuk e di çfarë është. Pas shiu del gjithmonë dielli, dhe gjithmonë del dielli sepse çunat e shkurtur meritojnë të vdesin. Dhe ne kemi kthyer prapë në italisht. Scansiona se non ti piacciono le scorciatore. Okej, s'ka lidhje fare me atë që është shkruar në mënyrë si e thash. Po çse si unë kam marrë në Rom për një arsye. Për ta bërë skandale më të famshme. Unë do e lë këtë tashi, dhe kjo shtylla këtu, dhe shpresoj shumë që njerëzit ta skanojnë. Edhe kushdo që ta skanoj, ti urrej çunat të shkurtër. Pretendojmë tani që sigur e ngjitëm se nuk kemi me çfarë me ngjit. It's okay. E Odes, po çomra veshun që kemi konkurrencë. E pra, si se kishte emrin, ç'a ishte me nder. I gjë e tillë. Por para se të kalojmë te konkurrenca jon me Ren, do tallim? Me ata që si kemi pas kur konkurrent. What the fuck? Që kishte shkuar Larit Vasili. Nami këtë javë ishte një kohë shumë e bukur me diell. Moti ishte shumë e bukur me diell, po Big Brotheri me të njëjta tema s'na ka dhënë fare kreativitet. Po unë sa herë dua të gjej ide të tim kreative, hap Bigun, vini ide direkt zemra mi kreativitet. Ti për të, kur për motin për shembull gjithmonë e lidh me Bigun, të kam thënë që në fillim, nëse është moti me diell, Bigu ka pas shumë gjëra për të ndodhur atë. Bravo mi. Ku keni shkuar dhe unë nuk e di këtë gjë. Diku ku misi shkon shpesh. Te psikiatri? Drejt papunësisë. Aty afër. Kur erdhe në Shqipëri për të parë u bë Nami Laerti, aktori i famshëm, vjen nga Greqia. Bëre goxha buj. Tani 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 e pa punë, tani si plas për kërkujt për ty. Tani përfundove te ne. O kam 6 muaj aty përpiqesha ti tregoja çunave se si afron një femre. Po, si afron një femre, si puset me zëri gocë, sa kupto. Tutoriale zemë. Nuk i din çunat e sotme. Din me pus gocën me zëri ta. Për Shqipërinë ishte diçka shumë kur kova ndjes. O zemra jashtë pusin goca me zëri, në Shqipëri si jemi gati ne. S'është më gati Shqipëria zemra për meshkuj që pusin goca me zëri, nuk është gati fare. Duke të shfut në rol edhe këtu. Nuk jam futur fare, më jeti shumë e bukur. Aman jam futur në rol. Je futur në rol thot Artemisa, nuk jam futur ai, është shumë e bukur. Që kanë rol domethënë. Ti ku do t'i puthje këto vajza?
E para është... Pse janë vetëm vajza? Po vajza se... Okej, s'ka gjë se ta vendos unë një. Një. Okej, herë ti të kafsh. Po fal, ti Eriola? çfarë je në profesion ashtu? O mua ma thuaj. Po Piktore. pse Mrs. Hitleri. Piktore. Më thënë, në kohë të lirë djeg nga 1 milion çifut. Eriola Doçi. Eriola Doçin e kam urruar dhe për filmin dhe për gjithë përpjekjen e saj. Gjithë përpjekjen e saj, me gjithë mundimin që ka bërë për të bërë diçka. Po fakti që merret me aktrimin e Eriolës, si ashtu ja do ja fusje llapën apo jo? Tani ka pali të pyetje atë putje ku do e puthje. Monikën e njoh prej 2017. Pse është si me pul. Monikën e njoh për Çon 2017. Si ato teoritë e Illuminatit, zbulojt masonin në Shqipëri, si fiket live në televizion. Reptilian. Çka ka? Jo, të lutem Artemis, Artemis ti. Omis! Të lutem mos. Omis! Mosik, të lutem. Jo, do la jeni tash ide. Thuaj 3 gjëra që bën para një shfaqje në teatr. I bi me dorë. Edhe mësoj tekst. Pozicioni që përdor më shpesh në marrëdhënie seksuale. Pozicioni që përdor unë. Pa. Pozicioni. Atë që e ke kështu bukë djathtë. Po. Jo. Ato? Ne, po. A, ne... Po kush pra kush përdor? Oh shit, ç'a bëri? Jo, oshi është në greqisht, jo. Artemisa. Ne, të gjithë ne? Seks? Kush tha? Me ne ke bërë? Sovara Milas, apo pa me sta Elika. E ka mundësi se është një emision për të rritur. Jo, dëgjoj kështu. Më fal, më Shqipëri, jo. Shqipëri. Jam tenoro. Se pak për zërin e kishte. Shqipëri. Ai do të bëjë kështu tamam. Si njëri Shqipëri. Jam shumë kurioz ta shifja në vjeçar kur nota të himnin në flamurit. Rreth flamurit të bërë bashku. O Kosti. Nuk kam ç'bëj me emocionon Artemisa di dhe greqisht. Vazhdoj. Ky është kurth. Kë mund të jetë mashkulli i parë që ekziston që afeksionohet nga Artemisa se be. Edhe desi di greqisht. Gjëja e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Gert Ferra. Azjë. Viz. As një puthje? Kur vdes. Zja, fusje llapën. E ke seriozisht me Gert Ferra nuk do kishe një make-up session, nuk do bëje French kiss? Me cilin personazh të njohur ke flirtuar por nuk ta ka kthyer mbrapsht? Gjithë. Çdo gjë që frymon. Ose jo. Gjëja më ekstreme që kam bërë kur kam qenë i dehur. Ka marrë në andal. Ka marrë të OTF-ja sot. Jam këtu tani. Kjo video. Mjaftueshëm nuk mund të më njihje. Unë e di s'ka pse ma jep, se kam parë ndonjëherë. E di që e ke parë. Dyshoj që ka parë, ai sa i kishte parë. Dyshoj. Ai sa ishte gjëja në fjalë, s'besoj ta ketë parë. Sa foto nudo ka dërguar Laert Vasili në jetën e tij? Unë foto nudo? Jo, nuk dërgoj foto nudo unë. Po normal. Çat shofin ato të shkretat. Foto dërgoj nudo? Se Brezion e ka kështu traditë. Blidhem në çdo darkë familjare nga një foto. Për çdo vitri unë çoj kujdoj çoj foto nudo. E kemi traditës dhe kemi. Po është avaline siç. Ti vetë nuk e dërguar, po ty atë kanë dërguar? Po pafund. Pas kësaj videos? Ne, jo. Pas asaj ndalon. Pas asaj videos që pam potencialin ta ja, si jam lema me çu video nudo. Është vendim tash është dhe potencial. Të dashurat e tua, çfarë profesioni kanë pasur? Pretendo të bëhesh një nga ato. Nëse do të më ofroje shumë më shumë, e diskutojmë. Në historinë e televizioneve shqiptare. Qa thot? Da qa pjasë shpullë. Ky është tisi me Ja futë rëshëm në gjithë historinë televizionit që kanë pakën 50 vite që e bëjnë. Kjo është gjëja më, nuk e ke të gjeneru fare. Cila nga këto ka qenë më e mira në shtrat? Apo s'ka dy profesioni? Një balerin. Prostituta. Ajo që e ka për punë. Je përfolur për marrëdhënie me femra, po ndonjë lidhje serioze Laerta? Me naj mashkull. Ke pas, ke fol me femra, po naj lidhje serioze me naj burr, ke pas?
Okej. Kalojmë te konkurrenca. Më tremi, e kanë bukur të siglën, by the way. Po. Pëlqen. Ne kemi thjesht skandale, po. Okej. Përveç saj ka qenë ëndra ime që të punoja me një njeri kaq ambicios si Dalina Buzi. Shembull, se çfarë mund të bëj dikush vetëm me ambicie, përkushtim, ozempik dhe rrite satanike me gjak adoleshentësh. Del Dalina tu i thot, unë fakt përdor manxhara, po okej, fakt për Ozempi qenë. ka shumë çip për ne. Ndërsa gjaku i adoleshentëve në fakt bën më mirë se i fëmijëve. Unë jam këtu vetëm që Dalina të shfrytëzoj hiret e mia. Por unë i kam kaluar te Zeta, kështu që jam shumë i rritur për të. Prandaj po me Meglin. Më duhet një sakrificë. Është bërë satanik dhe më nder jush. Më sakrifikoj Megli që t'i bëhet emisioni. Sigur ka provu gjakun e këtij, ka thënë, si ka gjë kjo? S'ka kam pranuar. Si ka gjë kjo gjaku? Bashkë me mua për t'i dhënë pak nur edhe dhëmb emisionit, do jetë edhe Kristi Lamaj? Patriark. Ua, pas ka bëj emision me katë. këtu do trajtojmë tema më ndryshe, si për shembull cicat më të mëdha, gocat nga veriu apo gocat nga jugu. Qarta zi, jo nga Shqipëria. Çfarë ka? Zemra, Ojta Gixhari edhe poshtë teorinë. Pse Se dinga, nuk e dinga. Ne shkojmë mendja sa mendova ti. Ola Gixhari varga Shqipëria me isme, po të teori. Ja. Të lutem. Ulë bash. Zbitosh aty shpejt. Sa kam dhënë xhuxhiosi për banakut. Unë edhe i nderuar që ishte këtu, jemi njohur gjatë një feste private. Boka dhe festa private për bardha, zemra. Zemra për bardha nga zbari. Shko ka shpesh Denisi aty. Për bardha me 7 xhuxhat. The newest club ever. Vajza shqiptare. I kanë thënë mamat që mos pi asgjë se të hedhin kështu te Nuk e di po, nuk e kemi has kur ato që t'i hedhin. nuk besoj të ketë patur. Kur t'jep drog falas. Do vinë aty të argjoj. Atë që kam blerë, sa lekë kam blerë atë drogën, ta hedh ka 2 pije, para mi vet. Pizza, vajza e vogël. Pasta, djali i vogël. Karbohidrate të dyja. Shko, nuk e di kush do ta dëgjoj këtë, po qëndroni larg karbohidrateve. More vesh Dalina. Sa herë kemi thënë? Tek mos i ha karbohidratet. Akullore, prostitut mashkull. Për tacë edhe kjo. Akullore, prostitut mashkull. Prostitut mashkull ne e përdorim për të sharë në fakt në Shqipëri. Kështu ti prostitut mashkull. Kështu ti debatet e Big Brotherit. Se në fakt prostitut femër. Je bërë shumë prostitut femër. Rrofshi zemra, dukem shumë prostitut femër sot, më pëlqen, ha? Fiks për këtë. Kompliment. Hartë, sperm. Kjo ishte goxha e koduar. Jo. Si ishte daj? Ashtu shpërndahet. Si harta shpërndahet se sperma, nuk është si shumë e koduar. Super kodim. Kemi pamje ekskluzive që nuk kanë dalë më nga ishulli. S'kan dalë kur. I ndjekim. Okej. Bajni nishu. Se s'qëndruan në ishull këto ju lutem. Kishin ngel aty mos kishin dalë më kurrë. S'kishin nevojë të hape një program me 2 veta që na i sillnin top imazhe. Si mund të bashkëtojmë terroristë e koncertit Taylor Swift? O si e bën? Ose e kuptoj se i ka bërë albume shumë të këqija. Kohët e fundit. Edi ka një fiksim shumë interesant, një zakon, që konsumon 1 deri në 2 bira çdo ditë. Tani fal. Edi këtu e ka ftyrën super të verdh. A vjen kjo nga fakti që po i dështon mëlçia nga alkooli që pi për ditë apo sepse është lyrë shumë keq? S'e kuptoj. Varet, të kap mëlçia dhe zonë e shapës. Ja të ka të kuqe, që ka make-up pra që ka make-up. Juve po e konsolidoni publikun, i cili me siguri do ta shijojë, do ta konsumojë kur ne të vjetrit mos jemi më ose të bëjmë humor me paterica apo me karike. Si bie nga stand-up comedy sit down. Humor? Po bën sit down comedy. Kur shkoj jap shfaqje, kam vetëm një çantë, kam këtë banerin, kam biletat, kam një shishe me birë, normalisht. Se normalisht jam i varur nga alkooli, jam tek pa vdek nga alkooli, e kupton, nuk bëj dot, e kam si ujin. Gjithmonë, nuk marr gjëra që më duhen për jetën, po më duhet një kash alkool. Fillimisht kam shkruar gjëra koti për shfaqje koti, pastaj. Pas ta shkruaj për me nder jush më? Aja po. Ky ka shkruar. Kjo pas ka bërë sa letë kur. Fakt, je 73-shi? Je moshatar me babin tim. Edhe i madh 73-shi. Një sigurt që nuk është moshatar me ty?
Ka dashme e thënë kështu largi i mat. I mat, është 73-shi, totalisht nuk jam unë 73-shi. Që ke emrin Denis apo? Shkur Deni ose Denti. Aksident, ke qenë aksident. Ka lodhi tjetra. Ja kaq ishte. U lodhën po e qam. Shumë stres për kaq. Po qa u lodh me igli? Ka qes gjithë se këtë episodin. Se ka lanë me folaj me Të lodhe shesh me akë. Që lodh fare. Ka folë më shumë ai pra ne. Se ka lënë fare. Ka Denisi. Mosha bën vetën. Egoisti. Nëse kishte skena fundit e me nderjush, armiqve tanë. Me që po flasim për pseudo humorista, e kemi dhe në një list. Dhe imagjina, as tu nuk ja doli do të futej Denisi. Je shumë kot! Kush janë 4 pseudo humorista për ne, që nuk kanë qenë fani me të drejtë. Aktor humorit pak të mbi vlerësuar. Okej. Të mbi vlerësuar po e quajmë. I pari për ty? Për mua është Julian Deda i pare. Sot i madh. A t'ka bërë herë me qesh? Jo, dhe ka humor, mendoj vetëm bullizues. Po, ashtu. Po jo për mirë, se ka një limit mes fani edhe tamam bullizues. Duke sikur përdor opinionet e ti kamufluara, domethënë si shaka, nëse ai i quan të tilla, edhe thjesht bëhet shumë beter. Po, si të them unë të shumë i shumtuar tani dhe qesh. Unë fal, ky është më vërtet. Je Jul Zgurë, jo Jul Deta. Ngatrova personazh. Për mua, Elena Pitarka. Si drejshi mund të ketë bërë me qesh Elena Pitarka di kë. E kuptoj ka qenë 2x lëja, po kë ka bërë me qesh? Kushdo që e ka bërë me qesh, të vit më kontaktoj dhe do je ekzekutoj 1 për 1. Bape. Okej, qetëso. Okej, super as ai ka koncertin e Taylor Swiftit. Por Eliona bën për qeshur vetëm nga fakti që ishte ajo goca mes çunave, kupton dhe talleshin ata, kaq. Kjo mund të ishte. Po vetë nuk është ka pasur një humor wow që nuk e ngel mendjen e shprehja saj. Ne, kjo mund të jetë çfarë. Dhe më që më kujtua nga ky që tha gjatë intervistës edhe pse ju nuk e patë, mos e shihni, është okay, ja u them unë. Që Edi Oga i shkruante skenaret Salsanos diçka e tillë. Salsano. Edhe prap nuk ishte fani, imagjino skenarin e tillë. Imagjino të shkruajnë fjalë për fjalë çfarë duhet thush, edhe prap mos arrish ta bësh fani, e kupton? Po realisht mendoj që është okay deri në rolin e prezantuesit. Edhe aty s'është gjë. Edhe aty. S'është ndaj wow. Dhe të katërt mund t'i them? Po. Okej, se janë 2. Vëllezërit veshaj. Donaldi s'është keq. Sinqerisht nuk është keq. E ka pak një karakter pak më lozonjar, më të lezetshëm, po Romeo është beter. Në emision. Daj dot në mua. Mi, okay. No, pse kështu i dallon ti ku i shef? Jo të dy lloje. Ti shohësh me Borën dhe me KK Romeo. Gjithsesi në humor janë super rënd. Mendoj që ata thjesht ndjekin trende. Mundojnë të jenë aktual, ndjekin trende, po i ndjekin duket si me shumë vonesë, si Internet Explorer i humorit. I shohin ashtu dhe thonë hajtë ta bëjmë këtë, në kohë ka marru si trend, ka ik fare dhe s'është më fani, e kupto? Dhe fiksimi i përzierjes së humorit me politikën. Po, edhe çajlojnë pak të kjo gjëja. Nuk është se janë keq, Donaldi për shembull, po çajlojnë pak të kjo gjëja. Pjesa trendeve. Okej, para se të na kryqëzoni, na merrni peng familjare, na vrisni. Qofse ndodh diçka e kam fajin të drejtësaj, ky është mesazhi jonë i fundit. Nga ne të dy. Puçi. Andale!